knatësinë së pari të them që jemi këtu, kemi ardhur dhe po e gjejmë mikpritjen e fierit ashtu siç edhe kemi ndëgjuar. Është knatësi e veçantë si për teatrin kombëtar të Prishtinës, për aktorët, me që është festival i aktorit, gjithashtu dhe për mua si regjisor i ri dhe aq më shumë që është hera e parë që unë dal jashtë kufive të Kosovës me një festival. Ka qenë ftesë e organizatorëve të festivalit, ka qenë dëshira juaj për të bërë pjesë e këtij garimi tashmë ndërkombëtar? Më vjen mirë që mora vesh që këtë vit është festivali ndërkombëtar. Në momentin që mora vesh nga drejtori artistik i teatrit të Prishtinës për ftesën që kishte bërë festivali, më erdhi shumë mirë dhe pranova me një kënaqësi këtë ftesë dhe më vjen mirë që jemi këtu sot. Unë kam fatin edhe nderin që jam pjesëmarrës në festivalin e aktrimit që zhvillohet në qytetin Ardashës të Fierit. Njëkohësisht jam pjesëtar i kësaj armate të aktorëve shqiptar të teatrit Shqip Folës dhe ndjem i barabartë mes të barabartëve. Është një shkollë disa dekada, produktet së cilës janë dhe Fieri, Vlora, Tirana, Shkodra, Korça, Elbasani, kështu me radhë. Unë jam partizan i mendimit që të tilla festivale që kanë karakter të konkurimit duhet vazhdojnë dhe për këtë unë kam fjalët më të mira për organizatorët e festivalit dhe kryesisht për drejtuesit lokal, duke përfshirë në radhë parë kryetarin Zeqaj, dhe them që kjo eksperiencë deri tanishme le të shërbejë si një pedan për të gjithë lëvizjen teatrore skenike në Shqipëri. Unë kam parë disa festivale rrjedhë dhe them që mundi puna e të gjithë aktorëve shqiptar manifestohet në këto shfaqje që dëshiroj që jo vetëm publiku fierak, po publiku i mbar Shqipërisë t'i shijojë dhe të plotësohet